Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të njohim titujt kryesorë që kanë karakterizuar ditën e sotme, duke u kthyer në studio për të diskutuar për të gjithë aktualitetin në vend, sidomos me theks të veçantë ardhjen e djeshme të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Pashtu, do të kemi edhe një lidhje direkte me iniciativën Kosova Bojkoton, të cilët do t'ja njoftojnë më shumë rreth bojkotit i cili do të bëhet me 15 mars marketeve të Kosovës. Për këto edhe me shumë detaja ju ftojmë të qëndroni edhe me tutje në Infode. Antari i lëvizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Sami Kurteshi, të mërkurën ka eskaluar me gjuhën e tij, drejtuar mediave dhe gazetarëve. Specifikisht gazetares së Nacionales Besar Tahoti, ai u referua se punon për vrasës me pagesë. Për këtë gjuhë të përdorur nga Kurteshi ju kërkua edhe presidentës Vjosa Osmani që ta largonte nga pozita që bart ai. Prokuroria tashmë ka autorizuar policin për ta intervistuar Sami Kurteshin. Në tryezën konsultative mbi rekomandimet e paraqitura në rezolut për digitalizimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Ballkanin Perëndimor, u theksua si sfidë mbetet ndikimi i inteligjencës artificiale dhe nevoja për kalim të sigurt dhe të qëndrueshëm të shërbimeve publike drejt digitalizimit. Në këtë takim të organizuar nga Programi për të drejtat civile në Kosovë, i cili paraqet edhe nevojën për rritjen e fokusit strategjik rajonal në avancimin e përpjekjeve për digitalizimin e shërbimeve online. Avokati i popullit, Naim Qelaj, u shpreh se si pasojë e përdorimit të zhvillimeve teknologjike, qytetarët mund të ndihen të diskriminuar. Përmes përdorimit të zhvillimeve të digitalizimit mundet me u prek edhe pjesa e diskriminimit për qytetarët, mund ditë të diskriminuar ose mund me qenë të diskriminuar kryesisht të rastet kur kjo forme digitale përdoret në konkurse dhe në punësime e në kritere tjera që lidhen me avancim dhe punësim të qytetarëve në sektorin publik. Masat që do të mi marrë shtetet, kryesisht orientu në drejtim të parafrimit legislacionit me legislacionin e besë që është një hap më i avancuar se legislacioni i vendeve nacionale, kështu që del detyrë dhe urgjencë për vetë institucionet e Kosovës që në të ardhmen më marrë me këtë fushë. Komisionerja për informim dhe privatësi, krenare Sogojeva Dërmaku, u shpreh se digitalizimi nuk do të përfundojë pa pasoja në rast se ligjvënësit nuk vendosin rregulla për të mbrojtur të drejtat e njerëzit. Duke shtuar se Kosova ka legjislacion të mirë për mbrojtjen e të dhënave personale, komisionerja theksoi se sfidë e madhe mbetet ndikimi i inteligjencës artificiale. Flasim për mbrojtjen e dhënave personale, ne kemi kemi një regulativ shumë të mirë ligjore, të zbatueshme tashmë pothuajse në tërsinë e vet si ligj. Sa i përket përputhshmërisë me rregullativ BE-s, ne kemi nxjerr edhe udhëzues për zbatimin e ligjit mbrojtjes dhënave që çon drejt kompletimit të kësaj kornize. Sot digitalizimi, e thash jo rastisht, është proces që do të bëhet, dashëm ne ose s'dashëm ne duhet ta kryjmë. Mirë po, ajo që është risku më i madh dhe sfida më e madhe është pikërisht ndikimi i inteligjencës artificiale. Drejtori ekzekutiv në Programin për të drejtat civile në Kosovë, Memli Meri, u shpreh se rezoluta parashën nevojat për të siguruar një tranzicion të sigurt dhe të qëndrueshëm drejt shërbimeve publike digjitale në rajon. Është një dokument strategjik që përmbledh nevojat dhe rekomandimet për të siguruar një tranzicion të sigurt dhe të qëndrueshëm drejt shërbimeve publike digjitale në rajon. Pikat kryesore do t'i përmeni në një shërbimet publike digjitale dhe e-qeverisja. Rekomandohet zgjerimi i platformave të qeverisjes elektronike duke siguruar transparencë dhe llogaridhënie për ndryshimin e tyre.
krijimi i mekanizmave efektiv të ankesave për qytetarët në lidhje me shërbimet digjitale dhe mbrojtjen e të dhënave të tyre personale. Pastaj kemi harmonizimi i infrastrukturës ligjore me legjislacionin e infrastrukturës gigabit të BE-s dhe implementimin e kutisë së sigurisë kibernetike 5G. Në ndë kemi mbrojtjen e të dhënave personale, harmonizimi i legjislacionit të mbrojtjes të dhënave me rregullorën e përgjithshme të mbrojtjes të dhënave të BE-s. Kjo rezolut është rezultat i një takimi të mbajtur në dhjetor të vitit të kaluar në Ohër dhe ku ishin të pranishëm përfaqësues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Nxënësit e aksidentuar të ajtë në fshatin Galisë të Vushtrisë pas ekzaminimeve mjekësore janë liruar për në shtëpi. Në këtë aksident ka betur i vdekur shoferi i minibusit me inicialet HPX, 59 vjeç. 7 nxënësit që po transmetoheshin për në shkollë me minibus mbeten të lënduar për shkak të aksidentit. Për gjendjen e tyre ka folur drejtori i arsimit në komunën e Vushtrisë, Albanez Tahiri. Ai tha se gjendja e nxënësve është stabile. Tahiri tregoi se dje nxënësit janë nështruar kontrollave rutinore në emergjencë dhe më pas janë liruar për tek familja e tyre. Gjallë është shumë e mirë, domethënë stabile në kohë gjysmësuese. Disa i kanë nështruar në kontrolle më të hollësishëm, edhe si përfundim janë gjithë në ambientit familjare të tyre. Dhe janë liru shumë herët. Njëzëm që do të thotë që tërkohen me ta në mëngjes spitalit. Deri sa që liru në tënë, edhe ka pas një rekomandim për kontrol rutinore në Prishtinë njëna për nxënësve. Edhe ajo liru është të shlia. Sipas policisë, nga hetimet e para të zhvilluara në vendngjarje bëhet e ditur se si shkaktare e aksidentit dyshohet të ketë qenë pakujdesia dhe mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës, kur përpasoj vetura përfundon jashtë rrugës. Kryetari i komunës së Ushtrit, Ferhat Idrizi, tha se aksidenti ka ndodhur gjatë transportit të nxënësve nga fshati Dubac. Është duke vazhduar greva e kompanive të linjës së autobusëve Podujev-Prishtinë për shkak të pakënaqësisë ndaj vendimit të komunës së Prishtinës që të mos i lejoj autobusët nga kjo linjë të futen në qendër të qytetit. Operatorët e kësaj linje thanë se do të vazhdojnë grevën deri në anulimin e vendimit nga komuna e Prishtinës. Antari i shoqatës së transportit LAPI, Blerim Hyseni, thotë se kryetari i Prishtinës Përparim Rama e ka marrë një vendim pa paralajmërim. Ai shton se ka përkrahjen nga Ministria e Transportit. Tutje Hyseni thotë se komuna i ka detyruar që të ndalen dhe se do të qëndrojnë aty deri në shfuqizimin e vendimit. E kanë marrë një vendim, po thojnë e ka marrë vendimin kryetari i komunës pa paralajmërim, se kam lajmëruar shoqatën e transportit askushve që janë nalë na kanë ndaluar ne s'keni drejt me hi në Prishtinë. Sa i përket Ministrisë Transportit kena pas takim me kryetarin aty, ai na ka përkrah pëlqim prej ministrisë nuk ka. Për momentin këta e kanë bërë shkeljen, ligji që është në fuqi nuk ka drejtë me bë këtë sen çfarë veprimi ka marrë kryetari Rama. Na jemi ndaluar që të qysh na kanë dalë ata, na nuk jena dalë vet. Ata na kanë ndaluar. Ku na kanë ndaluar këtu deri në shfuqizimin e këtij vendimi. Një tjetër antar i kësaj shoqate, Beqir Mustafa, tha se do të vazhdojnë grevën sa të jenë të nevojshme deri në plotësimin e kërkesave. Ai akuzon komunën e Prishtinës për marrjen e një vendimi të palegjshëm. Na kontaktin a pas me komunë, na jemi të prishur ty, ata duhet më na thirrë neve, po s'na kanë thirrë, nuk kanë lëviz kur gjë. Na jemi të nejtë që ty, kira më nejtë edhe një muaj, një vjen të këtë nevoja, se pa marrë vendimi favortor, na nuk të lëshim të greve, se është kjo e palegjshme që kanë bërë ato. Na kanë ndërprer atje në Bërnic, Monal aty është një fush, e thatë është, e kanë shtruar do beton, s'ka ku çfarë kushtes, edhe thotë Monal aty me shpras zotarët e Podujevës, më kthye thatë, më hi autobanit në stacion. Të një apet nuk të i stacionit me marrë aty thatë.
Muajt e fundit ka pasur disa mosmarrveshje mes kompanive të transportit të linjes Podujev-Prishtinë dhe komunës së Prishtinës. Operatorët e kësaj linje kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë greven deri në tërheqjen e vendimit nga komuna e Prishtinës. Të ndëruar shikues, pas bllokut të lajmeve u kthyer me Jeton Halimin, i cili do të diskutojë më shumë rreth çështjeve aktuale në vend, po veçanërisht me ardhjen e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dje në Kosovë. Zoti Halimi, si e keni pa ju ardhjen e tij dje? Po tash e dim shumë mirë përmes çdo medium edhe mediumi juve dhe çdo kanal është informuar se dje ishte për vizitë ish-presidenti i Republikës Kosovës mbas kërkesës të 4 në së dione, që e pa të refuzuar nga dhomët e specializuara të Kosovës atje në Hag, dhe ishte një vizitë e shkurt për të vizituar babajnë e tij të smurt, tasë sa kohë, po i shtrirë për një kohë të shkurt në qendrën universitare në ati kardiologji, dhe sido që tjetë, unë shpresoj një vizitë ishte e mirë dhe është për te atyneve kalkulime politike, thashtë të thame, se edhin presidenti tha që është një njeri që ka shpallë pavarësinë e Kosovës, është nga ish-krerët Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe një parforme i ka të proceset të veta dhe në Rambujej me bisedimi ka udhëheqë dhe ka meritat e tina pa marrë parasysh çdo opinionisti, çdo oponent politik, apo çdo që zotin tha që duhet të shohemi sa më shpejt të lirë dhe gjithë ata tjerët, edhe zotin Veselin, zotin Krasniqin dhe zotin Selimin, dhe të gjithë edhe tjerë që mund të jenë në cak. Unë e dim shumë mirë që edhe gjykata speciale është si një lloj produkt e raportit të martit, më që veç ka ra, ishte senatorët tash veç i vdekur dhe unë përshpresoj që një ditë të lirohen sa më shpejt dhe tash sipas kalkulimeve dhe sipas në media që kanë dhënë dhomat e specializuara të Kosovës, e kanë bërë se deri me një prill këtë viti do të përfundoj me dëshminë anës akuzuese dhe të shohim tash pala po avokatëve të akuzuarve tash a do të shkurtojnë listën e aty dëshmitarëve, se është një procedurë ligjore edhe këta të tjerë, dhe po shpresoj që deri ka fundi vitit apo vjeshta të thojme që të lirohen të lirë, dhe edhim shumë mirë se Ushtria Shqiptare e Kosovës ka qenë nga vetë populli, ka buru nga vetë populli dhe ka mbrojt shtëpinë e vetë dhe këta mban padrejtësisë, dhe shpresoj dhe besoj që kanë më liru gjithë papajshëm dhe tani ato lloj do për kompenzim, po si do shtjetë duhet të kthejnë dhe kjo bashkangjitë familjet e tyre dhe popullit vetë dhe i duhen Kosovës enda ata njerëz. Se kanë dhënë shumë për shtetin e Kosovës, e kanë dhënë rinin e vetë dhe gjitha aje sakrifisë pa marrë parasysh shto këto faktin se edhe presidenti historik Ibrahim Rugova e ka pasur kontributin e vetë, po me një farë forme jam bashku në Rambujë atje dhe ja ka dhënë mesazhin e qartë armikës shokollorë Serbisë dhe që populli i Kosovës din momente të caktuara me qenë bashkë dhe gjunaf ata që mban padrejtësisht atje në dhomët e specializuara në Hagë atje. E pam se erdhi me një përcjellje goxha të madhe në Kosovë. Sa ishte nevojshme gjithaj numër i policëve për ta përcjellë? Po, faleminderit shumë për këtë pyetje. E pam, e kemi vrejt edhe nësi opinionis, analist, çdo kusht e vrejshin ata njerëz, ata më çështje madhe sigur njësi paramilitare, se jo roja. Unë mendoj që janë në njësi për roj i ka angazhuar thjesht dhomët e specializuara atje në Kosovë, po vesh me uniformat e Uleksit dhe një sjellje e tyre kaq barbare ndaj ish-presidentit të Republikës Kosovës, dhe po shpresoj që të ketë parasysh edhe vizitat të ardhshme edhe ndaj ish-tjerë krerëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, se dhash zoti mos që smut askush, po sido që ti nëse veç ndodh të ketë ka Kosova një policie, kemi thonë, edhe në studiot ju edhe në çdo studio tjetër e kemi policinë më të mirë në Ballkan, s'ka nevojë hiç për Euleksin dhe djemt tanë, bashkët tona të policisë të Kosovës mund të kryjnë një punë, një lloj administrative, se mendosh zoti tha që nuk kish shku në Hagë dhe kish ik në hipotetike, po e ka pa dhe
edhe është përgjigj, e ka lëshu postin e të pari shtetit dhe ju ka përgjigj ftesës të dhoma specializuar, pavarësisht që kanë votu vetë dhe ishte një gabim, po si dështë jetë ajë të qoftë e kaluar e shkuar dhe unë mendoj ajë njësi paramilitare, të thëmë kështu në mënyrë hipotetike dhe ajë sile ka që keqe atyneve, erojave, aty në sigurisë, unë mendoj që kalon një gjurmë shumë të keqe në opinionin e Kosovës, sidomos të ne analistët që duhet të ketë këtu parasysh Ministria Gjese e zonës Haxhiu kja bëjnë një letër dhomat specializuara se është e vetmja institucion që mund të mbikëqyrë se në të ardhmen mos të ketë asë angazhimit njësisë, asë unë nuk besoj ata që kanë qenë punëtor të Oleksit, po si do që tjetë është në kompetencën e gjykatës të dhomat specializuar që kanë angazhu ata dhe t'ja bëjnë me dije se mos të shfrytëzojnë Oleksin për një qëllim tjetër vetëm e vetë t'ja mbush epshet armikoton shokollor, me thonë japa se ajo është vizit humanitare për të vizituar familjen e vetë, babin e vetë dhe është e drejt me konventën e Gjenevës, me konventën e Stambollit se çdo edhe i burgosët, qoftë në Kosovë, çdo kun në Ballkan, në Evropë, i ka të drejtat e veta ligjore dhe s'mund të thonë njerit i akuzuar për deri s'ka një shpallje të gjykimit apo si të që mazgjit të akuzës edhe ligjerisht mund të thuj të akuzuar, po ushtarët tanë përsëris prapë së është të tepërme janë të pafajshëm dhe duhet liron sa ma shpet, për ja pra është bëja gjykat dhe shpresoj të vjen fund edhe të kthejnë shtëpi dhe unë mendoj ai njësie u sill shumë keq me ish presidentin, nuk e meriton presidenti tha që një sillet të tillë dhe unë po shpresoje që kjo është e fundit, ai sjellën nga ajo polici që më shumë i ngjojnte një njësi paramilitare në kohën e luftës të Kosovës apo në këtë mini Ballkanin perëndimor që i kishte bërë Jugosllavia dhe Serbia e tashme. Ne pam se edhe një mjek kur pa afroi me përqafu zotri Thaçin edhe kërcnun me një farë mënyre. Po urejke se bashkë jemi përcjell me vëmendje se pe momenti kur ka dal nga vetura e Oleksit, tashmë ish presidenti zoti Thaçi, edhe normal, ai është vizitë humanitare përsëritën dhe mund të bëj çfarë dush se ai momentin që lëshu vizita, ai ka kushtet e vizitës dhe nuk është ai Shurr Mehmet ose diçka, po është njeri, ish president dhe është vizitë humanitare e lirë dhe mund bëj çfarë dush dhe ata simpatizantë që kanë dalë me respektue mas pare familjen e zotë Thaçi dhe bet ish presidentin mund të bojnë qatë dush, keni organizim shumë i mirë, nga qytetarë bili pat edhe punëtor të stafit të qendrës universitare të Kosovës që kishë ndalë përshëndet e meriton, bili u daft, halja ma shumë me përshëndet, po ja për në Kosovë ka kalkulime politike dhe njerëzit vetëm folin për inati që ka njerit mirja kanë inat, njerit sukseshëm, se njerit me nivelin matull nuk ja kanë inate, po ja pra këto dhe unë mendoj që ajo njësi e përsëris prap ishte shumë e keqe dhe ju sjellët mira dhe arbitrarët duhet të Ministria Gjese e zonës Haxhiu përsëris prap që t'je bëj letër dhoma specializuara se është vetëm ministria që mund t'ja të regrejt. Se zonja Haxhiu t'a bëj këtë letër? Po nëse është pak ndjenja shqiptare dhe qytetare dhe adhetare, e din mirë, shumë mirë, kom të gju për i tjerëve se babgjyshi i zonës Haxhiu ka qenë ish i burgosur politikisht dhe ju kanë ndihmu ish krejt të që kështë dhe besojnë nëse është mbese tyneve, besoj që ka pak pikë gjak shqiptarë që mund të nisë një shkresë minjerë urgjente drejt dhomat të specializuara se t'ja të rejkë vrejtën se mo më s'ket asisi edhe ndaj ushtarit të ushqishin të Kosovë, pavarësisht tash ka qenë zotë Thaçi, pavarësisht që ka pas oponent politik, pavarësisht që kanë kritikuar këtu është Kosova dhe vetëm shteti i Kosovës, atje po gjikohet ushtria shqiptare e Kosovës dhe ju individi. Ne pam që edhe vëllezërit e zotrit Thaçit nuk u lejun që të afroheshin, pra ishin në mes të turmës së njerëzve, pra duke parë nga larg ato. Sa ju duk kjo çështje e drejt, pra edhe familja ngushtë mos lejohet që të afrohet. Po e nderuame, ajo është as perimetri sigurisë, ato kur të marrin lejen i ka dhe specifikat të kusht të djetë, dhe unë besoj që zoti Thaçi në moment të caktuar e din edhe gjykata dhe ajo kërkesë që bë dhe ajo leje që është liru e din pikë spari shkon vizita te babai vet, bas babait vet, ka një minutar të caktuar që mund të takoj bashortën, fëmijët,
po dhe vëllezërit rrethën e ngushtë vist parë gjakët familjes, se është edhe me ligjin e familjes ku e din çdo gjykat, çdo jurist se pa marrë parasysh përsëri të njëjtat e ka obligim mbas vizitës të caktuar të babait të smur i shtirë në qendrën e mjekësisë familjare në kardiologji dhe është obliguar patjetër të vizitoj edhe familjen e ngushtë, vëllezërit dhe ubreshën e familja po ja pra o kom perimetri sigurisë dhe besoj që i ka takue edhe vëllezërit, edhe bashortën, edhe fëmijët e tinat dhe gjithë një rreth ngushtë që i takon me ligj mi takue ish presidentit zotit Hashim Thaçi. Mirë po, e kemi pa që edhe thirrje telefonike atje i kanë shumë të kufizuara, pra duke ditur se ndër nuk ka një gjykim për ta, qysh po ju duket kjo mënyra e trajtimit atje, pam edhe një fytyrë të zotit Thaçit, atë shumë të raskapitur, një ndrim personaliteti kështu të komplet në të parë. Po, tash e dim shumë mirë çfarë do të thonë mendet i paraburgosur një lider, një oponent, nësë të përsit prapë me ato merita dhe të bëhet një pabesi, një thik mas shpines dhe pa marë parasysh, ka një që e kritikojnë edhe hapas, une ju bëj piktush të apel që e kanë të gabuar nëse ja kin një njerit sukseshëm i natin muje me suksese, me të arritarët e tua dhe qitin e tavolin sukseset e tua dhe të atina dhe jo të bëjt nërkomsa dhe masi është ma njeri, veç njërës e ligë të paftyrë dhe ideja dhe të pacip e bojnë një gjithë të tillë i kritikojnë i shqiptarë të Kosovës, atje dhe folin tita pa marë parasysh, atje e din që shubaj gjëkatë që mos t'i përsërisën prapë dhe unë mendoj që ajo uvrejkja, ajo lodhe e presidentin Thaçi, e din shumë mirë qa banë bisupe, e din të gjithë ajo qa u bon Kosovë dhe në fund ata se mërë të mishin atje dhe uvrejkje, po ishte stoik, ishte i fort dhe gjithë ajo vullnet për t'i përshëndet familjarët e vetë mas pari dhe gjithë ata përkrasët e vetë mlenë shumë një knasi edhe vetë si jetën si qytetar që besoj që Zoti Thaçi ende është i fort dhe ende stik dhe ende ka fort mi jap ende Kosovës dhe ja pra një gjikat e ja stopoj rrugën po shpresoj që të vjen jak gjykim vlerus për gjithë posaçërisht për Zotin Thaçin se unë 100 me përsërit i takoj këtij populli dhe këtu kam jetu, këtu kam vdek dhe krerë ushtria shqiptare e Kosovës, ato shkronjën të arta dhe ata krerët për mu janë alfa dhe omega dhe s'ka njeri që mund me baltos krerët ushtria shqiptare të Kosovës dhe politikën e presidentit Ibrahim Rugova. Të tjerët krejt janë subjektive dhe këta janë të parë dhe çdo shqiptar i Kosovës që ka obligim njerëzor, ligjor dhe profesional ti përkra çdo formë dhe pse jo edhe me mjete financare pa marrë parasysh atje është shteti Kosovës dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Pra përmendet se në vjesht mund të kthehen nëse përfundon gjykimi në të gjitha fazat të cilat i ka. Pra dihet se në vjesht i kemi edhe zgjedhjet lokale. Unë e mora mënyrë hipotetike tash bas procesit që ka dalë në media, dhomat e specializuar të Kosovës deri me 1 prill kanë me që ata dëshmitar të shkret, të fakira, kundër ushtarët të shqiptarët të Kosovës, dhe mbas tyne është procedurë ligjore që edhe pala mbrojtëse, që ti qëtë ata dëshmitar. A dhe shkortojnë palët mbrojtëse me njerëz të tyre që kanë me dëshu kundër prokurisë të dhoma specializuar atje, është në domenin e tyne dhe na si analist, si profesionist fushë, nuk në abin më përzi dhe nëse përzimi konsumoj vepre penale, tha mujna na vishmi komentue ata njerëz të shkret që kanë shku me dëshmu kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, kundër ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe tash është ana medalit tjetër edhe këta dëshmitarët e palët mbrojtësit besoj që kanë me dhënë argumentet mjaftueshme, besoj që tjetë një numër sa më i vogël dhe të kryt procesi sa më shpejt dhe shkojnë drejt fjalës përfundimtare dhe shpresoj dhe besoj prap që do të liron gjithë ushtarët e shqiptarët të Kosovës pa marrë parasysh e përsëris prap 100 nuk është e tepërme që ata në pafajshëm dhe do të lirohen të gjithë. Do të Alimi, pra, unë thash për arsye se në nase kur do që kthehen ata, a mendoni se do të ketë një kthes politike, a do të vazhdojnë gjithë ky rrugtim politik i cili ishte deri më tani në Kosovë? Unë shpresoj mas pare që do të ketë mas lirimit,
do të ketë një organizim shtetënor, madhështor, sa ata vinë si heroj, edhe shteti Kosovës pa marrë parasysh kush janë në pushtet, do t'ja organizoj të gjithve dhe të mbushët sheshi me njerëz dhe t'i pretë një me paradu shtarake me gjithë se e meritojnë ata. Po duke ditur se të njëjtit i kanë bërë një pritje shumë të mirë shtetore dhe Ramush Haradine nga hapa. Atë njësa në të falimdera shumë. Edhe kjo besoj që e meritojnë ata dhe besoj të liron edhe se edhim kjo gjika që shërbo dhe është mirë që do vinë një person shumë i madh edhe nga SHBA dhe administratarit trap dhe shpresoj që të ketë ndonjë nismë të tillë për ta zbërë kjo gjika pa marrë parasysh atyne dhe se nuk ka ajo trafikimi i famshëm me qene njerëzore ka ra me organe dhe absurde beli ishte administratori Bernard Kushner kur e bathon një gazetar i një medium me CD-a ka qenë i huji, ka thonë, është e çmendër, beli pa thonë nëse ka një çmim më të madh, doja kisha dhënë familjes Jashari dhe Rifat Jashari kur ka dalë dhe e din shumë mirë se Ushtria Shqiptare e Kosovës ka bërur nga populli dhe është e shajt dhe nuk mund të baltos asnjë njeri dhe as kush dhe gjithë ata zërë këqi dhe shumë të këqi që ja dojnë të keqës Kosovës dhe Ushtria Shqiptare e Kosovës e kanë të pamundër dhe nuk mund të fitojnë këtë betejë dhe unë besoj që ata të zhgënjë dhe kanë më zhgënjë njëre për gjithmonë se nuk mund të baltos kërkosh një ushtri që ka lind nga populli. Pra, po presim që derisa të përfundoj kjo gjykatë dhe të bëhet kthimi i tyre në Kosovë. Pra, dihet se kemi dalë për disa zgjedhjeve, po nuk kemi ende një kryeministër të vendit. Pra, po flitet se edhe qeveria nëse vjen, do të ketë probleme për shkak se nuk e ka shumicën në Parlamentin e Kosovës. Pra, hipotetikisht mund të kemi edhe zgjedhje të ardhshme. Nëse krerët e ushtrisë shërimtare kthehen në Kosovë, a do të ketë ky rezultati i zgjedhjeve që ishte aktualisht? Po tash e dim shumë mirë, tash e dim tash populli i Kosovës din të vlerësoj, e thamë edhe para se më studio nderuame, e din me vlerësue ja kanë jap tash qeverisë që është ende me mandat se tash po thonë na nuk kemi në detyre edhe një javë sa i ka mbetë deri në fund mars të ka edhe juridikisht, po si do që tjetë e ka vendosur ja ka mbasbërse dhe në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti 2025 të nderuame i e dha mesazhin e qartë se ti nuk je adekuat dhe nuk mund me qeverisë mbi 50% dhe ka marrë një goditje, një mesazh shumë qartë se tash zoti Kurti do t'i bëj matematika të tjera dhe kalkulim politike. Dhe për të aty në sene e dim një KQZ që Gjermania mbajti zgjedhje me sa milion banor, na 1,5 milion, as sa ma shumë pak sa është edhe zyrtarisht nuk arrit sot po bën një muaj sot që mbajt zgjedhjet. Dhe ale nuk ka ndalë që zgjedhjet dhe nuk janë certifikue. Pa marrë parasysh ato lloj pengesa administrative njerë u përflet jo sulmofaqja e të dhe ato është çështje se ata njerë që në KQZ atje, në Komision Zgjedhor, ata të thirrë dhe pagun nga taksat pagues Kosovës për të dhënë, për të kryer punë, jo me ndaj në zyre, me një letër më sill 10 herë në zyre, po duhet ti përmbishën mëngët dhe t'ja jep qytetarëve të Kosovës mesazhin e qartë dhe ti certifikojë dhe t'ja gjun topin në termin popullor e nderuar partisë fituese për të bërë bisedat dhe për të filluar formimin e qeverisë. E dim shumë mirë me nenin në të Republikës të Kosovës, me kushtetutën e Republikës të Kosovës, që i takon me propozu krye parlamentaren apo krye parlamentaren nga lëvizja vendosur fituesi zgjedhjeve, që i ka 48 mandate i ka, dhe shpresoj po zoti Kurti tash e din që ka humbë këtë betejë. Dhe në për media që ka dalë në për vizitat punët e tina që ka angazhimet e tina si pas me onë protokollet dhe ishtë taktizim, se zoti Kurti është i linde për taktizime politike dhe jo rasisht ende në pushtet dhe i koft halal për din me manipulua këtë 40% që atëherë edhe sa ishte në opozit edhe basi që fitoj zgjedhjet këtë mandat që ka ende i paçu 40% se analfabetë po din halal i koft për të keq që po din me manipulua ata dhe po ju thot që janë analfabet dhe ata kanë votu, po si të shtetë është vërdet i popullit, ja ka dhënë votën dhe tash, kur e ka po që zoti Kurti nuk mund të afërmoj qeverin. Dhe aj pretekste që njerë
rezultatet, certifikimi dhe bën kalkulime politike dhe unë mendoj që ofrimi i zotit Limaj, një përkras i zotit Thaçi dhe ka qenë në PDK ato kalkulimet e tyre dhe u bë me të paktën me lëshu PDK dhe me formu partinë e re, dhe ishte i akuzuar e zotit Limaj dhe shqyqyrë se u liru nga Gjykata e Hagës, dhe tash kjo ofrim nga kinse për temat të mëdhaja për t'ju afruar si një kritik se shteti i Kosovës pa marrë parasysh nuk do të ngjesemi, po unë nuk e besoj që zoti Kurti mund të bëjë një gabim të tillë të merr një parti nga një kritikues e kemi pa edhe vetë zoti Limaj me gjithë respektin për të, çfarë kritikues ka qenë në opinione, sidomos në fushatë koalicion me zotin Haradinaj, dhe t'i afrohet qeverisë, unë mendoj nëse bëhet ai qeveri, unë mendoj se është qeveri e shantazhit. Unë besoj dhe mendoj që duhet të bëhet një PDK një koalicion me partitë të mëdha. Lomir Abdigjiku e tha publikisht edhe mbas mbledhjes 5 orësh të Këshillit Përgjithshëm të famshëm të LDK-s, unë mendoj që ai është kalkulimi i tij politik. Pse? Se zoti Edim shumë mirë është edhe çështja e presidentit këtë dhe edin zoti Abdigjiku që nuk i ka votat edhe për kurumin për president. Mos si me ato procedura se edin që është vota e zgjedhjes, që do unë të shpjegoj se kam atë pikë probleme, po e ka bërë një lëvizje taktike zoti Abdigjiku se ka dalë i treti dhe tash nëse hinë në koalicion, e tha dje në interviste Adelti Kelmen në Klan Kosova, që neve na ka dhënë verdikt dhe gjeki kalkulime dhe metoda me kalon lumin po log. Jo, ti je djek dhe duhet të lëshoj dhe është vënë një standard në LDK, nëse se qëtë partin i pari du të lëshoj pa marë parasysh epsheve njerëzve aty, dhe partia e ke qitë 6%, ja ke qitë 170.000 vota sa i ka pas prej 11% sa i ka pas, dhe ajo nuk është një pretekst dhe një alibi e fort për me bindë elektoratin tënë, se ti e kërëm thonë në një të kalume ka përqamin në nëndeg, e përsëris prapë, dhe duhet të bëj reformi me zotë Abdigjiku. Mos qëtë njerëz jo profesionist dhe mos bëjnë klane se edhim shumë mirë se edhe 6 muaj ka mbet dhe në zgjedhjet e thave shumë mirë komunale dhe ardha e tyneve. Besoj që do të vinë dhe do të ndryshoj skenën 360 shkallë se edhim shumë mirë atë përkari kanë ushtarët të shqiptarët të Kosovës dhe ata japin kutre vetë në partitë e tyre. Po është një përparësi që vinë në shtetin e tyre dhe ju bashkangjinë e familjes vetë një jetë normale dhe është ta është barë çfarë gjykimi lirus mund të ketë, mos të ketë, e ka thonë edhe vetë zoti Thaçi ish presidenti i jonë respektuar se më nuk do të merr me politik, po mund zoti Veseli, apo zoti Krasniqi, apo zoti Selimi të vazhdojë në vetëvendosje, edhe zoti Krasniqi në nisma si ka qenë me zotin Limaj, po si do të jetë atë kalkulime të politike, po si do të jetë këta tash. Unë mendoj LDK-ja e ka një sfidë parapete, se çështë ta bindë elektoratën e vetë se nuk e ka qitë LDK-n të partë. Qysh ish kryetarët e LDK-s e kanë thonë që është vënë një standard, se ke qitë pavarësisht aty ka qenë se e përcjella shumë me vëmen zot Abdigjikun që tha është me ra bjen shumë letë për më ngjitë, po qa e ngjitja jotje e kuptojna, në rregull, ka epshe, ka njerëz, ka klane, po ti duhesh ti ndërtojsh ata njerëz dhe mos të heksh profesor universitar nga nëndegët e LDK-s, si të foli për lagjën time, po lagjën të shkollës Malqemali, në Vranjes, dhe të krijojnë një rreth aty, dhe vetëm për njerëz të tyneve t'i bëj favor. Jo, se një njeri që bën angazhim, minimum bëllit duhet të shërbesh me një vend punës, dhe jo ai që ka nga shijen borë, ditë natë, por me të qitë ty në komunën e Prishtinës, dhe te ke morë një pozicion, dhe ke vesh një kolare, dhe ke atë karikën së në marë në gjithë bazëve. Te thjesht kemi liru. Dhe kjo e ka dopsu LDK-n dhe besoj, nëse nuk bën, e thirin nga këtu zoti Abdigjiku, një bëjtire, nëse nuk bën reformime të fella, për i kryetarëve të nëndegve, të Prishtinës, a i thuja vesh u pas gjedhja, vetëndoshte 45% ishte në komunë Prishtinës ishin, dhe tash potencialit që po flitë tash, a është Mefi, zoti Mefail Baqinov, kandidat potenciali vëvës, a zoti Vitia, përparim Rama, e ka të humbër Prishtinën, e thonë me bëllësit plot morale, profesional njerëzve, se e dijone njerëzit qysh veprojnë dhe qysh kanë vëtu, dhe tash po nisëm për vete, nëse në mënyrë hipotetike, i kam shërbyje, dhe kërkar puna më ndimu muë, dhe nuk kam dimu ajo derë për më shtë mbyllër, dhe gjej kalkulime tjera, mundësi tjera e bën çdo njeri.
Apo, sigur unë për shembull, sigur ti, në ripotik po vol, nuk i kënaqur me këtë medium, dhe të ofron dikush mos normal që çështja jote familjare është personaliteti jot, edhe të gjen rrugë më të mira, por një pak më të mira, apo jo. Edhe këta, nëse gjithë ata simpatizantë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kanë punu ditë-natë, por më konë përparim Ramat dhe njerëzit të tjera aty, dhe nuk i kanë shpërblyje, jo më jodhon pare, se nuk është komuna, po bili me një vend të punës, ka njeri, ka grot të forumit rinor të LDK-s, që i ka plëcu kriteret, mu punësu në qendër mëshis familjare, në thëmë mërësit plot, morale, profesionale, që nuk e kam punësue, vetëm që s'ka pos kra. Dhe kam bësu njerës tjerë që se kam meritu, dhe o ko një afer në X-im y, du të përmenem jo që i pëtutëm. Që ja thëmë, prap, absolut s'mandim, bili, se kam mjaft argumente nëse kush do më balla pashu në gjikat, bili, qa shko argumente kundër aty nëse me dasht një qitë, mund me përfundu edhe në bërë, po nuk duhe, o në kom dhënë një intervjizit kalume dhe veç e kom dhënë një mesazh. Dhe prap, reformimi duhet fillojnë nga kryetarët e degve dhe me nëndeg, dhe të jenë kryetarë adekuat. Pa marrë parasysh, është miki Lumirit, është miki X-it, Y-it. Duhesh ti t'ja ofrësh qytetarit, sidomos kryqëzit e tënë, se din Lidhja Demokratike e Kosovës, për herë ka fitu në kryeqendër dhe fal Orani Smali, të PDK-s, sot përparim Rama dhe gjithë njerëzit e ti të poshtë krejt janë aty nderume, vetëm e vetë falë që e dim shumë mirë, ajo marrëveshje dhe tani plasi, ajo ke shkëpti me rasti Badovcit, e të jë, ja pra tash edhe institutit që janë ndali punë në sheshin George Bush, andena dhe besa që shpoflitet në media. Unë s'pe thomë, po folin në media, kise ka keq përdrime, ato janë organe lizbatuse, përkëria policia për t'jetu, na si analist mund mi vlerësu masi që bënë ato veprime nga ana e përkërisë të Kosovës dhe policisë Kosovës, edhe bëjnë një analist tjërë. Dhe, prap, zotë Abdigjikut, duhet i ketë parasysh, jo ti nënshmëj ata që ka mënu ditë natë, ata që s'dokën, sa ata si qesin parë, sa ata s'guzojnë asë me kritiku se ka që sen me nivelli universitare dhe i qesin ata tjerë që janë pak ma shumë dhe na e marrim guximin asë për me folë se e di nga qa ka në mrenda, e di faktikisht, unë folë vetëm për lagjën tem ku jetoj aty, jenë të shgënjim. Ka njëri mbi 30 antarë të familjes, ka dhënë këtë rëbë që sa vitë, për ledëgëm, kërë arë puna një kongres mi ja marë, vajzën punë, nuk ja ka marë. Ka thash, ajo zoja e respektuar që i ka vy për me punu, se i ka plësu kushtet infermere, se kanë marë. Dhe kanë marë njerës që bile që se ka meritu. Po si do që tjetë, i kanë marë punë dhe njerës që jetë të shgënim. Dhe jo, kë proces dhe kë rezultat i zgjedhjeve është si mesazh për zotin Abdigjikun se ti hapësh syt, ti bësh 4, edhe veshët ti bësh vesh telefonit dhe mos kur del në media zot Abdigjikun mos të përdor, jo, ti duhesh të fillosh ti përvetesh mangën qyshët, se tha punojmë. Qysh ke punu për fushat, për gjedhe, pa në më fotë, punojsh edhe për gjedhe komunale, se gjithë shka ditë se onë gjithë foli këtu ku jetoj me familjen tem, se Prishtinë e kanë të humbër. Nëse nuk formojnë, nëse nuk bojnë, që tash formime dhe duhet i kthej, duhet i thirrën ata njerëz të paknaqën në parti dhe të mirën vesh që prap fitoj, po është nën urnat e Abdigjikut, se tha djenë në Klan Kosova, aty të Adratiku, tha na jemi për ata 20 tonë vetë në aty. Nëse vetë është për ata 20 kandidat që jenë për deputet të vetë është edhe për të tjerë. Dhe mos ja japë dikujna një mesazh që ti mund më vendos gjithë shka. Vendos të gjithë, se ti edhe vetë së ndalë është pi shkafi, se le të fitoj gjedhet, edhim kry qitetit që është që shtojnë ocean, dhe për të fitoj gjedhet dhe mund njërësit bagi me nga, dhe njerëzit e paknashën i kitë pa mundshëm mi këthuj se njerëzit qashë shumë njëftovë që më zdojnë asmja përmen. Pra, përveç Prishtinës që përmendim, edhe në komuna tjera LDK-ja ka pasur sukses në zgjedhjet e kalume. Sa do të ketë këtë sukses edhe në zgjedhjet e ardhshme? Po tash e thamë në zgjedhje komunale, si do që tjetë tash si pas që ka ndalë, e ka mujtë vëbëja edhe në Gilan, LDK, në zgjedhjet. Në vendin ku e ka pas të sigurt? Po, sigurt. Edhe në Gilan, përpës Zotin Lutfi Aziri me gjithë respektin, me gjithë ato
ato zona që punojnë atja me gjitha dhe njerë, nuk ka një kandidat potencial që mund të azamencoj Lutfi Aziri veç është tash edhe veç që ka fitu atë deputet, dhe tash nëse bën gabime, zoti Aziri të kthehet prapë si kandidat për komungjinanët, ti faktikisht e ndërume që ti opinionin tënë dhe ata votu se tu pishgënjen, se ti po mund kalkulimet të të politike. Dhe nuk duhet të aplikojsh hiq për zgjedhje, po si do që tjetë, ja pra këto, e kemë thonë edhe në të njështë e kalumë, se duhet të bëj me ligj që kandidatët, kryetarët e komuna, mos të lojnë me kandidu, pa marrë parasysh sa në të LDK, sa në PDK, sa në DV-s, po se ti ke marrë besimin dhe të qarqojsh besimin dhe në fund dhe jo të shgënjesh ata qytetarë ta se komurës pra me dalë me votua, ti ka forma tjetër që shë mund më ndihmu partisë. E jo ato kalkulime dhe unë besoj që LDK-ja në Gilan ka ngecje, nuk ka njerëz adekuat, edhe atje ka përqamjet, më dha. Po patëm edhe shumë kandidat që kandidun për deputet, po nuk e ka arritën që të fitojnë. Po tash, këto janë njerëzit pa merit, hinë aty në falë, dhe shkojnë aty marrin pozicione pa ka, unë e një në Gilan, këm pas mi keshet mirë, dhe e ka lëshu e vendin e punës, ka qenë profesoresh në shkollën e mesme, dhe jetë në Amerikë, vetëm që ka pas për njerëzve të partisë të LDK-sate. Për mena forumit të grave aty, kraja ti, dhe u duft me liru edhe me shkue në Amerikë, me jetue, vetëm se s'ka mujt me dalë, me një rogë dhe nuk ka mujt me pësu antarët e familjes tjerë. Si do që jetë, për të atyne, do të bojnë reformimet, apo thoi e maj mirë se jetone se djeza, po, me rjapë si vijat dhe qiti publikisht. Thu, o, theri ata nëndek, kretarët me nëndek me dek, thuj, valaj, që kjo është, që kjo e ka se vinë madministë të kjo. Cilët, thot, kretari degës, i nëndegës, peqojnë e djelza është maj mirë se jetone. Të shkën djelza, dhe djelza, sa në tërë familje si ka në punë, valaj që kaqë. Valaj, mëse që djelzën edhe në komisione tjera, me jam mësot dhe 2-3 rogë tjera, edhe një kandidat, mirë për të jetoni ka nga e mora si shemë, dhe jetoni mësë mjallon asë pozicion, dhe djelzës mjallon 3-4, ka njerës në për LDK, unë di, edhe në Prishtinë, edhe gjithë një mbojnë, 3-4 përzita që marrin paga, dhe një shumë mirë, dhe këta njerëzit, këta të shkretë që kanë punu, asë që më punësojnë asë këtë, dhe këto është ftoft elektorate. Edhe në Gilan atje, ka përqame të mëdhaje, po i kamuflon, zotë Aziri, din shumë mirë, ka edhe në Viti, ka edhe në Fushkësov, ka edhe në Lipjan, po abden në Kosovë nuk shkojnë atë termin shumë atje me lëmtu, se me bu me lëmtu e dalin edhe halesane ma të shia, po si të qëtë javlojnë medjave dhe ato për të zbëllua ato skandale që kam, po si të qëtë, unë mendoj, do t'i përvishin mangët LDK gjitha ndi Kosovës se i ka punët kesh në për komuna. I ka fitu, është partia fitu se me madhe në për komuna, në regullësht, po këj mesazh që ta ka dhonë në zgjedhjet parlamentare, ta ka dhonë se ti je partia tretë dhe humësi maj madhë. Dhe ka kohë që LDK s'ka fitu, s'ka dale para. Se qka qysh tek, tjetë pikretarit apëgjiku e të poshtë me bëjë vlerësimin dhe njerëzit me qitë adekuat, pikësht. Dhe kjo, unë e mendoj që thjesht gjona djelës duhet të vendësohen qytetarit. O, ti nuk më me shku para djelës, se djelëza ka universitet, ka fakultet, ka CV, dhe jeton një mënyrë hipotetike se ka, dhe nuk mund shkë, që tu dhëtë me qitë Lumira Apëgjikën në standart, në për LDK, në për dek, në për nëndek. E jo pëngje X-in y du të përmename, du të mërë. Hajde merrim punë që ato. Po të mos të qitë qatë personin edhe në komision ati, edhe me bo kalkulimet veta, vetëm se e kam tafëm. Jo, do të jepë të gjithë musi. E dim shumë, s'kem që me majtë më shef zona djelës. Në Kosovë, nësë s'ki dikon të njëfshë, nuk hinë me punue. Ko të ki? Jo, është pi, ku dush? Ndash merre me 90-00, ndash me 8, ndash me dush. Ku dush apliko, sidomos në institucionet kur e mbulojmë na, dhe dim shumë në fushën tonë drejtësis, gjykat, në prokurori, ku dush, në komun, po se pati dikon naj mik, diçka, partia nuk mund t'hin punë, kjo është e ditme dhe do të botë publik, dhe kjo është e keqe, se jashtë në Bashkimin Evropian është shkojnë ku shumë maj mire me CV-hin, krynë punën testën, fiton, zdel edhe kaq. Po ja pra në Balkan është kryu kjo mëndësi dhe shumë është të keqe dhe këtë besoj të gjithë partit e kanë dhe nëse me ndonë LDK me fitu gjithë komunale e ka shumë shtirë, si në mëndë krye qytetin e ka të humbër, se ka përqamje për sërës prapë
të mëdha dhe do t'i riparoj ato dhe nuk riparohen të ne në zyre, të pi kafe, e të bëhe kalkulime, e të bëhe politike, kon me eliminu e kon mos me eliminu, po duhet t'i kthej dhe t'i kërkoj falje aty në njerëzve, me thonë po, kena gabue dhe kaq, dhe të njerëz meritum t'i qetë në pozita meritum. Njerëzit që kanë kritikue për Barim Ramën, se dhe ka këshilltar. Ishte ai gazetari famshëm që ka ofendu një kolegit juve. Ai ka qenë kritikuesi më i madh dhe ki në media, ai Seçushin, Visare Seçushin ame, kur rëzu kulmi, aja ka bu matjen, e ka bu matjen me ndo këtë jeta gjarë, tash e ka ato si këshilltare, e ka sulmu kryetarin Rama dhe ka këshilltar tash. Parëmëna, a këta që kanë punue, e kanë qitë aty, ata i shkel, i shtryllë si djathin si dil, a këta tjerët që ja kanë qitë në pa ato, dhe njerë është akuzu, e ka marrë një akgjykim, dhe e ka marrë shëto. Parëmëna, a që ka sëlmu, pje prog. A që ka qitë aty, ato për sëlmu. Parëmëna që farë njerë, ku ka arë kjo, asene po në shpresoj që Zotë Abdigjiku, nëse më dëgjën mua, me gjithë respektin për to, gjithë stafin e tina, duhet të bëj njerëz tjerë të qetë për kryetar të komunës Prishtinës. Vetëm e vetëm që mund mi përbalue, çfarë dush kandidature, nga PDK-ja, nga VV-ja, qoftë Orani Ismail nga PDK që po flitet, qoftë nga VV-ja, MEF-i, apo Ministri Vitia, vetëm e vetëm që mund me përbalue, është zonja Hikmete Bajrami, një ekonomist, një profesor universitar, që mund i përbalue. Të tjerët, ka të famshëm tjerë, po vetëm e vetëm mund në zonja Hikmeti, mund me përbalue dhe nësib për Barim Rama është djek. Ka shumë skandale që po dalë në media, në spithom ato, që po dalë çdo ditë, dhe vetëm e vetëm ajo mundët me i përbalue atë stuhi, atë tërtek, dhe mi kamuflu ato dhe mi mbulu atë dështimet e Ramës, se me për Barim Ramën e ka të humër që kjo ujë që me derë që to, edhe besoj që do të ketë shumë, Zotë Abdigjiku, a do e len Zotin Rama, a do e që zonë Hikmete Bajrami, unë e besoj që Hikmete Bajrami është e përgatitën profesionalisht, njerëzisht, unë e respektoj shumë, edhe si kolege universitare, edhe si profesioniste, pa më prasysh është ekonomist, unë njëris, po unë e besoj që ajo i vën derë Prishtinës dhe LDK-ja duhet ta ketë parasysh. Unë nga kondi jam si profesionist, zonja Hikmete Bajrami e vetëmja kandidate potenciale që mundet e përsëris prap, mi sfidue të tjerët se me për Barim Ramën, me të tjerët e ka të pa mundur, dhe është e treta mas Abdigjikut është zonja Kica, dhe kjo është minë e tre, dhe besoj që është një kadrë i mirë, ka LDK kuadra, po kështë mendimi jem. E ka vlerësu një farë mënyre me gjithë përkushtimin e... Me Ramën, me përbarim, me gjithë respektin për Ramën, po është djeg në termin popullor dhe nuk ka bo kërë përkushtim. Pa marë parasysh me 8 vjetë. Ajo është makjazh, fasad, për opinioni, një njeri mbi 18 vjetë me një universitet, ose në studimet parë universitare, e dinë që nuk ka dështu Zoti Rama dhe kështu që besoj që e ka të humët kryeqytetin. Zotë Alimi, e di që edhe shumë sene kishim pas për me diskutu, po për shkak të kohës na do të ndërprej intervistën, besoj që herave tjera do të shëllojmë edhe tema të tjera për bashkë këta. Kënaqësi, faleminderit. Të nderuar shikues, kthehemi përsëri në studio me intervistën e radhës. Të nderuar shikues, u kthyem në studio për intervistën e dytë për të folur lidhur me iniciativën Kosova bojkoton, e me mua në lidhje direke është Gjevat Kastrati, i cili do të na flasë më shumë në lidhje me këtë iniciativë. Zoti Kastrati, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për ftesën. Ke mundësi lutem me na fol më shumë rreth iniciativës, a është bashkuar një numër më i madh i njerëzve kësaj radhe? Po, kësaj radhe kemi marrë dukshmëri shumë të madhe mediatike edhe në botën digjitale, shumë më shumë se më herët, domethënë postimet tona përshpërndahen shumë, edhe kemi vjeshmëri deri në mbi 100.000 në TikTok edhe në krejt këto. Mirë po shpresojmë që qytetarët po e kuptojnë mesazhin edhe janë të gatshëm me përkrah bojkotin, për shkak që
në të kaluamën kemi dëgjuar disa qytetarë të mendu që ose të shpreh që bojkoti mundet mos me funksionu, po ne po mendoj po dojmë me shpjegu qytetarëve më mirë se që qëllimi në fakt është një protestë simbolike, për shkak që edhe në vendet e rajonit ashtu ka funksionu kur krejt qytetarët bashkohemi edhe me një datë të caktuar nuk vlen, atëherë vëre dallime shumë në qarkullimin tregtar të bizneseve, edhe kjo i detyron ata me na dëgju neve si qytetar, edhe përmes kësaj me reflektu edhe me bën ndryshime në çmime. Ka ndodhur edhe në Kroaci të njëjtë, domethënë për shkak të përkrahjes masive të qytetarëve, kjo kompania Kaufland, që është një zinxhir i marketeve, i ka ulë çmimet për mbi 1000 produkte. Njëtë ngjashëm ka vepruar edhe Maqedonia, domethënë edhe Severia ka ndërmarrë masa, andaj bojkoti është mjet që funksionon përderisa qytetarët e përkrahin atë. Ne pamë edhe një thirrje të juaj ndje e cila u bë në shesh ku u vendos edhe prakarta Kosova bojkoton me 15 mars. Qyshe sheni ju, a patë njerëz të cilët ishin të interesum, a ju pyetën ma shumë rreth bojkotit i cili do të bëhet? Po, do me thonë, dje kjo shpalosja e qashafit ka marrë shumë vëmendje për shumë qytetarëve, po ashtu në ditët e kalume ne kemi shpërndarë disa fletushka që i kemi dizajnu, grupi organizativ dhe i kemi shpërndarë në mënyrë vullnetare, po ashtu edhe printimi ka qenë gjithçka në forca vullnetare. I kemi shpërndarë të qytetarët edhe shumë prej tyre na kanë përkrahur dhe ka thonë që është iniciativë shumë e qëllume dhe e drejtë. Mirë po disa tjerë prapse po shprehin dyshime që ndoshta nuk funksionon ose ndoshta do me thonë duhet qeveria ose dikush tjetër me u marrë me këtë çështje, po besoj që edhe qeveria dhe marketet na marrin shumë më seriozisht dhe marrin shumë më shumë seriozisht punën e çmimeve kur ne si qytetar e shprehim pakënaqësinë tonë. Ju patë edhe thirrje të kaluara me datën 9 shkurt që të kemi një bojkot. Sa përkrah nga qytetarët e vendit ky bojkot? Po, njëna prej datave ka qenë 10 shkurt, në fakt. 10 shkurt, më falni. Po, pa problem. Atëherë kanë qenë edhe zgjedhjet dhe ndoshta nuk ka qenë data më e mirë për me u informu shumë qytetar, po gjithsesi ASK-ja ka dalë me statistikat që ka pas humbje prej 100.000 në qarkullimin tregtar, që tregon që është e mundur, domethënë, ndryshimi, po varet prej sa masivisht përkrahet kjo iniciativë edhe sa qytetarët e kuptojnë drejt kauzën e tonë, domethënë, si bashkëqytetar. Po dihet se rritja e çmimeve në vendin tonë ka shkuar tani me një masë ekstreme krahasuar me vendet evropiane ku çmimi i produkteve esenciale pra ka një kosto goxha të lartë në Kosovë krahas pagave mjaft të ulta që marrim neve në Kosovë. Ka një gjë shumë shqetësuese, besoj që kemi pas ankesa edhe nga qytetarët edhe pse ju kemi pas shumë aktiv në rrjetet sociale duke krahasuar edhe çmime nga vendet të ndryshme të botës. Po, pikërisht, edhe kjo është diçka që duhemi me adresu, se disa njerëz po thonë që ka rritje të çmimeve gjithka edhe nëpër Evropë edhe nëpër krejt vende tjera, po te na është rritja shumë disproporcionale, domethënë, e thatë edhe ju që në Evropë rrogat mesatare janë 3 herë më të larta se në Kosovë, përderisa domethënë ne në Kosovë paguajmë njëjtë ose për disa produkte bazike edhe më shtrejt se në Evropë. Po ashtu kemi pasur që disa produkte vendore shiten më lirë në Evropë se sa në tregun lokal, që është një padrejësi e madhe, po ashtu edhe mashtrimet me zbritje të ndryshme. Për shembull, kemi pasur shumë foto ose video prej qytetarëve që disa çmime, disa produkte që kanë një çmim të caktuar të zbritjes, le të themi 2,30 €, çmimin e rregullt ka domethënë më të lartë se çmimi i zbritjes. Në fakt, e kundërta po. Domethënë çmimi i rregullt është më i se çmimi me zbritje, që është një mashtrim që nuk duhet me ndodhë. Dhe ka mashtrime të tjera që ne po kërkojmë në fakt edhe prej organeve kompetente me pas reagim, se nuk është ndoshta puna veç qytetarëve me u marrë me këto mashtrime, po
shumë mirë që po i shohim edhe që po vedisohemi. Ata dashta me të pyeta, ka pas në reagim të institucioneve duke parë të gjitha këto publikime që ju tashmë kemi ba, edhe thirrjet e vazhdueshme për bojkot të këtyre marketeve të cilat vazhdojnë që të shesin produkte në një lloj mashtrimi qytetarëve? Ende jo diçka konkrete, po besojmë që është edhe për shkak punës së zgjedhjeve që qeveria ende nuk është definu. Ne po presim derisa të kryen këto procese dhe me shku me një kërkesë ma zyrtare dhe me bisedu me domethënë organet qeveritare për zgjidhje të mëndshme. Domethënë ne jemi vetëm qytetarë zakonshëm si krejt tjerë, po që kemi themelu këtë iniciativë dhe këtë platformë ku edhe qytetarët e tjerë mundën me shpreh pakënaqësi të ndryshme, edhe po besoj që duhemi me gjetë me hasë në kuptim edhe prej organeve qeveritare edhe prej bizneseve. Zotri Kasali, cila është thirrja juaj për 15 shkurt që do ta kishe bë përmes televizionit tonë? Ne kësaj radhe po kërkojmë që edhe për shkak të ditës së konsumatorit mos me u injoru zoni jonë qytetar, edhe po besojmë që kur ne bashkohemi nuk është e mundur me u injoru më shumë zonin qytetar, edhe përmes mos injorimit me gjetë zgjidhje për punën e rritjes së çmimeve. Shpresoj që hasim në një kuptim sa më të madh edhe prej qytetarëve të tjerë edhe bashkohen në bojkot. Shpresoj edhe unë që kësaj radhe do të kemi një bojkot të gjitha marketeve në Kosovë, duke ditur problematikat të cilat hasim çdo ditë dhe rritjeve të çmimit çdo ditë, sidomos ato esenciale ku dihet se qytetarët e kanë të domosdoshëm që t'i blejmë ata. Zoti Kasati, unë falenderoj shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodesë. Shumë falenderoj për ftesën, kënaqësi. Mirupafshim gjitha të mirat. Mirupafshim. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë emision deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.